Se janë kryesisht, nuk po thamë në përgjithësi, po kryesisht identifikohen rastet kur janë gjenetike ose smundje të lindura, vetëm kur është një ngjarje e rëndë, kur ndodh një problem shëndetësor dhe nuk i identifikojnë. A është qaq e vështirë, a jetohet qaq lehtë me probleme të lindura e të zemrës? Po këto janë probleme latente, na i quajmë të fshehta, tinzare, të heshtura. Amerikanët e quajnë silent killer, vrasës të heshtur, të cilat thashë më herët nuk janë manifeste, që kjo bën dramatike situatën, edhe shpesh na ndodh një sportist që ka gëzuar shëndet shumë të mirë, ka lozë futboll në një ditë të caktuar, kolla bën në stadium, në fush, edhe mbet pa shenja jetë, thuhet ai s'ka pas asnjë ankesë, nuk ka pas asgjë, ka lujt, ka gëzuar shëndet, po në fakt ai nuk ka gëzuar shëndet të mirë sepse ka pas një smundje që mora shembull kardiopatin hipertrofike, e cila manifestimin e parë ka pas fatkeqësisht një arrest kardiorespirator për shkak të çrregullimi malin të ritmit. Prandaj duhet fokus për këto raste. Këta me smundje gjenetike, me smundje trashëguara, gjithmonë kanë një histori, anamnezën e tyre familjare. Prandaj një anamnezë e mirë ose një informacion që dikush nga familja ka pas vdekje të papritur në moshë të re, atëherë tek këta njerëz duhet fokus, duhet një screening, duhet depistim, kontrolla edhe nëse nuk kanë ankesa. Një kontroll e thjeshtë te kardiologu mund t'i zbuloj shumicën e këtyre çrregullimeve të lindura. Një eho e thjeshtë mund ta zbuloj kardiopatin hipertrofike, një EKG e thjeshtë mund t'i zbuloj këto çrregullime të ritmit apo këtë rrezikshmëri për çrregullime të ritmit që përmenda më herët.